Dhe i fundit thot që do dalin nga zjarri i xhenemit del i dënum shumë. Derisa thënë kur vjen koha që i thot Zoti Jezusi del nga xhenemi, s'ka fuqi dalin këmbë. Thot del duar dhe këmbët e shtyr i ulur, i përulur, duke dalë duar këmbësh me dal nga zjarri i xhenemit. Nuk del dot normal sepse flaka e kaplon. Dhe kur del, lirimi i madh. Kthehet nga zjarri i xhenemit dhe thot subhanalladhi najjani mink. Falenderimet dhe lartësimet e pafundme për atë që më shpëtoi nga ty për zjarrin e xhenemit. Dhe Zoti i gjithësisë fillon e sprovon. Nuk do ta tregoj gjithë transmetimin. E sprovon derisa afron afër dyrëve të xhenetit. I fundit dhe pastaj mbas këtij mbyllen dyert e xhenemit dhe jo besimtarët ngelen aty për gjithmonë. Kur afrohet këtë xheneti, me mendjen e tij thot, a jam unë për xhenet? Unë se meritoj. Ky është i fundit që del nga zjarri i xhenemit. A mund ty t'ja kërkoj Zotit, i vjen turp. Pastaj kur thot profeti alayhis salam i dëgjon zërat e kësushëm të xhenetlive, e mahnita i gjelbrimi i madh, kopshtet e mëdha që ka xheneti i begatshëm i Allahut xhelleshanu, ka thon aroma dordoranti dëgjohet 40 vjet jo në xhenet. Imagjino ç'ndodh, po thot aroma e mirë e xhenetit dëgjohet 40 vjet larg. Allah. E keni parasysh sot që thonë dordoranti i mirë se mban 3 ditë. Thot aroma e xhenetit, errat e mira të xhenetit dëgjohen 40 vjet larg. Dhe kur i dëgjon gjitha këto, kthehet i madhi Zot me turp. I thot i madhi Zot, më afro ke portat të xhenetit, po më futa aty faleminderit. Dhe sunduesi i madhi i gjithësisë e kishte vendosur dhe këtë më fut fundit në xhenet dhe ja hap xhenetin dhe i thot futu në xhenet, kur shikon që hyn aty nga bukuritë, nga madhështitë, nga mirësia, nga sundimi dhe pronat dhe tokat dhe mirësitë që i dha sunduesi i gjithësisë, thot ja kalova të gjithë dhe dola i pari në xhenet. Se edhe sa kishte dal nga zjarri i xhenemit, u gëzu shumë. Dhe i thot i madhi Zot, a je i kënaq të t'i jap unë xhenet, prona, hapësirë, pasuri, sa 10 dynja si puna kësaj që jetojmë ne. Tha o Zoti i gjithësisë, a tallesh me mua? Kështu është transmetimi i saktë. Tha Zoti i gjithësisë, a tallesh me mua? Tha unë nuk tallem me krijesat e mia, unë bëj atë që dëshiroj se jam i gjithfuqishëm për çdo sant. Prandaj e thash, me qenë dhe pak ke cepi aty, je i nderuar. Se i fundit fare do t'i ketë 10 dynja si kjo, që vritemi ne për i metër tokë. E që islam të zezë pa bo për të sundu pak mbi tjetrin. Dhe zullumqarëve të tokës historikisht nga Ademi alayhis salam e mbrapa, për pak sundim të kësaj toke me një kohë kohore të shkurtër se njeriu vdes, i bëm gjitha të këqijat që ekzistojnë. Pse s'punon vëlla dhe motë për xhenet? Ajo është ajo që na pret dhe e lut me sinqeritet madh, me një përulje të madhe shumë, atë i cili ka në dorë gjithçka dhe xhenetin dhe xhenemin të madhit Zot, gjithë bashkë jemi sot në xhami, gjithë ato që na dëgjojnë, na çoj Zoti në xhenetet e Firdausit. Amin ya rabbal alamin.